Jam në qilarin e një prej vilave më ekskluzive të Italisë, pronë një shqiptari që do të mbetet anonim, i cili trashëgon qilarin e pronarit vilës, një prej njerëzve më të pasur të Europës. Është kjo vilë që ka disa vera të rralla të vendosura në të dy anët e qilarit, pra shiheni, temperatura këtu është 13 deri në 16 gradë në dy ambiente të ndryshme, pra kjo është pak më e ngrohtë, më pas është pak më e freskët, ka vera të rralla. Kjo për shembull është një Barolo e vitit 1974, pra Barolo e 74-s, në anën tjetër pash që ka disa vera po ashtu shumë të rralla, si për shembull kjo Riserva e 1973-shit e spanjolle, pra e 73-shit, edhe kjo tjetra po e 73-shit. Shifeni se si janë bërë shishet e verës nga koha gjatë e ruajtjes. Brenda kavës ka vera shumë të rralla, ndërkohë që këtu po hym në pjesën dhe termometri, në pjesën më të bukur, në pjesën rrethore, ku janë dhe verat më të shtrenjta. Po ta shihni, rreth rrotulmeje janë disa nga verat më të shtrenjta, dhe kjo është shumë e bukur, dhe dera është e veshur me bakër në fund. Ky është absolutisht një thesar më vete, një thesar i rrallë, i një prej vilave më të bukura më të shtrenjta të Italisë.